Kemi kaluar në një moment tjetër që e kemi quajtur parlament në skenë. Vinë përsëri grupi famshëm i humorit G5. Mi mbroma gjithë ju që jeni duke na përcjell dhe duke na ndjek në ekranet e juve, mi mbroma edhe ju që nuk keni të na ndjek, që nuk është morë me doni këshi me këshyr, gomni, dilni shlirë të këshia, a nuk ju len, dilni të tjetër nuk e morë. E ju që as pëmoni kur qysh hiç më na ndjek, na javojnë besën mas emisioni këna më njek juve. Përshëndetje edhe për juve gjithë shajnë në sol, ka këtë mirë, ka këtë trash, ta mën, hiç më s'javnin. Pashtu, na në emisionin tonë e përshëndetëm ranin e tretë. Po normal, kur ta përshëndetëm ranin e tretë, rani porë dhe i dyti veç dhije që rjenë të përshëndet. Ako më si një duat të kitje. Ako më si edhe duat të kitje për juve. Laku ka thonë dhe të me pas mjeshtri, unë e ki duat të kitje lipa për veti, po më dhe kekeq, a dhe di shive sa hina me në herë ashtë pali dhe di emisioni jonë, milioner është emisioni maj modhi, që u hinë emisioni matë modhin në dënë. Dhe më thonë, ky jam i është në emision, a o dioni është ta më në emision, shumë i shikuar, dhe të thëtë është emisioni milioner. Mën është marrë me 5 euro, më bo 1 milion euro. Që ki këllak mënë. Atëherë pa humë bërko dhe pëse ko kom sot dush, e ngrejhëm shito qështu. Edhe të rosëm kandidatët tonë dhe të cilët dhe të marrin pjesë. Hadi kandidatët. Ju njëftoj atërena me zotin kryeministës Kosovës, po ashtu jena me kushën edhe me doktorin tonë. Mirë sërë. Që ishte një vetën? Mirë faleminderit. A një kom shtë në herë në e kërë musafira? Po mërë që shjo, po mërë. Ku je kom Të dojt, pa djepse. Ode në Shtetet Bashkuara në Bruxelles. Unë të një kosërë jam i mas dorë, zakonisht kaj. Atëre ju njoftoj me lojnë milionerin, janë disa regla. Do të të pyetja e 5 i ka të garantuar 1.700 euro. Mirë. Mira, pyetja e 10 i keni të garantuara 25.000 euro dhe pyetja e 15 i ka të garantuara 50.000 euro. Ue, a bëmë e njës 15 të fillë vlovi jam, hajde, hajde. E po jesim sa hura. A bëni vili, dektar? A bën marë na me programun vesh me lind, pa janë nisën atje? Atëherë shkojna me pyetjen e parë. Naima Bozi është burri. Burri mirë. Që burri mirë? Burri mirë po që po është burri. Pamela Andersonit nën O, nën B i Shakires edhe nën 3 i Mihrie Brahës. Shka dhe më në mësë? Vlen pyetja për 3. Kushën kam një origjona këto sanet, je informu mirë. Kusë gotë? Jetë, ka dalë kush se koncentru në theq pak i jarë. Naima Bozi, burri Shakires. Pamela Anderson, Shakires a Mihrie Brahës. Kush në ce është Mihrie Brahës? Ja, më së gotë. A banë, nej gjëker me shpizu, së fa gjëkesh e kena? I kena 3 gjëkera se emisioni jonë afron shumë. I kena 3 gjëkera. Hajde. Gjëkeri i parë është publiku, dhe më thonë, pyet publikun. Gjëkeri i dytë është thirr mikun tuaj në telefon. A banë me thirr një vëtënak se misti kam jashtë? A kish bo? Po bën këndur nëse problem. Edhe gjëkeri i tretë është 50-50. Po hi fill bërë, gaj, 50-50, bëjnë, esëm nga bro, gaj. Po më në bërë, 50-50, po më nëjë. I hek gjynë. A banë ta pysë publikun? Pa tjetë veç do të në të lezëj, atëherë ju një më një. Shikus i nderuar, mirë se keni ardhur. Atëherë pyetja edhe një herë është Naima Bozi është burr i. Nën O Pamela Anderson, nën 2 Shakires dhe nën 3 Mihrie Brahës. Urna. Shakires. Një me Allahe. Ke maj hirin dhja, ulle më zbajkon, ullu. Atëherë a ka të kushë ndaj. Pun barë më këto vlovi jam. I kujna? Që e pam mirë. I kujna? I miris. A rëzikoj. Ta shokush. Edhe e presum regjin, e provon dhe sakt. E sakt. Regjia në ka qitë e sakt, pro jeni... Dhe të të Naimi është i martuar me Pamela Anderson, jëpë me Mihrie Brahën. Ju keni fituar 750 euro dhe një thithë elektrike pazor. Faleminderit. Ku mu pas martu me naj kanë tjetër pas kum pas mira kavallet, e kështu që son të më këthuj pa asni cent, sepse kjo është qëllimi im, kjo vizioni im, kjo Naimi Miris. Ashtu është. Atëherë shkojna me pyetjen e dytë, filozofi jonë Aristoteli ka thonë, për dashurin. Hajde. Ka thonë, njeriu ama mirë është me pas femnën mësuese a doktoresh. Ma mirë me pas femnën mësuese.
Se sa doktor Resh. Se? Sepse doktor Resha thot hajde tjetri, ndërsa mësuesja Ndërsa mësuesja thot hajde ta përsërisim edhe një herë, hajde edhe një herë ta përsërisim. Të pamposhtër e kanë jetë më najmor këtë paret. Është e saktë dhe keni fituar 1.500 euro që shtetëria. Shkojmë me pyetjen tjetër. Kryeministër, ai ke hyp ski javë. Qeveria ime dhe une personalisht si kryeministër e Republikës së Kosovës në asnjë mënyrë nuk I kemi hypur skinjav. Dhe këtu duhet po të ncoj qartë se gjithë ministrat e qeverisë ime në asnjë mënyrë nuk din të rrëshqasin, nuk din të hypin skinjav, në përjashtim të Vlora Qitakut. Kohën e lirë ershet me saj dej një ministri, kështu që respekt për mirë sa Kërqelin. Atëre shkojna me pyetjen tjetër në vijim. Koncentrimi. Bum. Koncentronu. Pyetja e tretë është, sipas mjekësisë, fëmia në barkun e nënës lind, masi ti mbush nën A, 4 muaj, nën B, 8 muaj edhe nën C 9 muaj. Që më thjeshtë për mu është fëmia lind pasi që të mbush nën muaj nën A. Ka dalë, kusharesh, të më sëgot. Që më ka, nën muaj Ka dalë me sëgot të O, ti djallë, nën muaj bre? Nga dalë se ti e doktor, ti edhe I den është asë de. Ka dalë jarë me sëgot, se unë për të flasë për përvojës. Ku sa përvojë bleti? Po për të flasë për përvojës, o kush unë se ti me mjekësi që shë, po unë e ti me të kalcu që na Ilja, në nuse në këshiste, Po. O martur, rafsh për një vjet, I ka pos 3 fëmijë, kush kotër 13 në nëse jo kush. Kjo s'ka shumë në nën A është nën muaj s'më më zbaj gare. Normal atëherë është qyshtet doktorit se është nga Lami edhe keni fituar 3.000 euro, doktor, 3.000 euro. Tu rrit neva. Atëherë filloj me një pyetje tjetër. Zotë ministra, apo një pyetje? Kryeministër. Kryeministër ani mira, Poloni. Faleminderit shumë. Një pyetje është tash po vje vera me shku në Shqipëri, kur përfundon autostrada e kombit? Qytetarët e Republikës së Kosovës lirisht mund të shkojnë në bregun shqiptar, sepse shumë shpejt do të përfundon edhe autostrada. Rruga kombit do të jetë një rrugë e mirë, e madhe, e shkëlqyeshme, me ura dhe me rrugë 4 trakshe dhe me CD-ja live. Dhe shumë shpejt do të përfundoj dhe do të niset nga Prishtina, do të shkojnë në Kryqën e Komoranit, në Malishev, në Soarek, e deri në Prizrenin e shokut tim, mikut tim, dostit tim, haverit tim, Ramadan Mujës. Respekt për zotin Limaj. Faleminderit shumë. Unë kom qorë të kush që autostrada po bëhet e krejt ato abdin kesh pak në gjorje. Edhe kom shumë qorë që autostrada ka miro bashka shpia jam. Po? Apo mërvesh, po lidhja se di ka po mbje, ka ko mu lidhën. Po vetë ka mu lidh kush në autostradë. Kush për lup e kemi lon mu lidh me nën kalime. Andaj, edhe kësaj radhe keni me shkuar si radhen tjetër në pushime, por prej vitet të ashëm përfundon autostrada dhe do të shkoni në autostradë. Por e kam një apel për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Kur shkoni në Shqipëri, lynu me dishka se kur po ktheni po vini si spesat përzhit prej temperaturës. Mire ki, valoja, mire ki se edhe na gjithë qështë po shkojmë në Fashipnije. Po shku vjetë që të kushën dam. O loj, keni familje ndurës këj minister, I bërtit kënon në vetë djallit, destan, dil pej djetit vraftë, zëti, destan mos hinë djetit e të hamë përshka qeni, e me të hongën përshka qenit mytë baba ytë, dil ka.